sepërse nuk pati vendbanim që të ketë besuar e besimi i tij të ketë ndihmuar në shpëtim, pos popullit të Yunusit, që pasi që besoi, ne larguam prej tyre dënimin shëmtues në jetën e kësaj bote dhe i lejuam të jetojnë deri në një afat të caktuar. Sikur të kishte dashur Zoti yt, do t'i besonin çka janë në tokë që të gjithë. A ti do t'i detyrosh njerëzit të bëhen besimtar? Nuk është e mundur për asnjë njeri të besoj, ndryshe, pos me ndihmën e Allahut. E dënimin u jep atyre që nuk mendojnë. Thuaj, vështroni me vëmendje çka ka nga argumentet në qiell e në tokë. Po argumentet dhe qortimet nuk bëjnë dobi ndaj një populli që nuk beson. A janë duke pritur tjetër fat, pos ditët e zeza, si të atyre që ekzistonin para tyre? Thuaj, pritni, pra, se edhe unë bashkë me ju po pres. E ne pastaj i shpëtojmë të dërguarit tanë edhe ata që besuan. Ja kështu është detyre jona, t'i shpëtojmë besimtarët. 10, 98, 103. Thuaj, o ju njerëz, nëse ju dyshoni në fen time, unë nuk adhuroj ata që ju adhuroni pos Allahut, por adhuroj Allahun që u jep vdekjen, ashtu si u ka dhënë jetën, dhe jam i urdhëruar të jem besimtar i Zotit një. Dhe jam i urdhëruar, përqëndrohu me tërë qenien tënde në fen e drejtë, e mos u bë nga idhujtarët. Dhe mos lut tjetër pos Allahut ndonjë idhull që nuk të sjell as dobi as dëm, e nëse e bën atë, dije se i ke bërë pa drejt vetvetes. Nëse Allahu të provon me ndonjë të keqe, atës mund ta largoj kush pos ti, po nëse dëshiron të jap ndonjë të mirë, s'ka kush që mund ta pengoj dhuntin e tij. E shpërblen me të atë që do nga robët e tij. Ai fal dhe mëshiron shumë. Thuaj, o ju njerëz, juve ju erdhi e vërteta nga Zoti juaj, e kush merr rrugën e drejtë, ai e ka vetëm për veten e vet, ndërsa kush e merr të shtrembërën, ai e ka humbur veten. Unë nuk jam roje e juaj. Ti ec pas asaj që të shpallet dhe bëhu i durueshëm derisa Allahu të gjykoj. Ai është më i miri i gjykatësve. 10, 104, 109. Ai që është i mbështetur në argument nga Zoti i tij dhe atë e përforcon dëshmia nga ai e para tij, Kuranit, ishte dëshmitar libri i Musait, Tevrati, që ishte udhërrëfyes e mëshirë. Është i njëjtë me atë që ka për qëllim vetëm këtë jetë, të tillët që janë në rrugë të drejtë e besojnë Kuranin. E kush prej atyre grupeve e refuzuan atë, vendi i tij është zjarri. E ti, Muhammed, mos ki dyshim në te, ai është e vërtet nga Zoti yt, në të s'ka dyshim, por shumica e njerëzve nuk e besojnë. 11, 17. Shembulli i gjendjes së këtyre dy grupeve është i atyre që nuk besuan, si ai i verbëri dhe i shurdhëti, dhe i atyre që besuan, si ai që sheh dhe dëgjon. A janë në pozitë të barabartë? A nuk përkujtoni? 11, 24. Dhe kështu ne Jusufit i dham pozit në vend, në Egjipt, zinte vend aty ku dëshironte. Ne e pajisim me të mirat tona atë që duam, e ne nuk u humbim shpërblimin punëmirëve. Po shpërblimi i botës tjetër gjithsesi është shumë më i mirë për ata që besuan dhe ata që u friksuan dhe u ruajtën. 12, 56,
57. Atyre që janë përgjigjur Zotit të tyre u takon shpërblimi më i mirë, ndërsa ata që nuk ju përgjigjen atij, ata do të japin si kompensim, sikur të ishte e tyre aq shumë sa e gjithë pasuria tokësore edhe një herë aq. Ata kanë llogarinë më të rëndë, dhe në strehimi i tyre është xhehenemi që është shtrat i keq. A është i njëjtë ai që e di se ajo që t'u shpall ty nga Zoti yt është e vërtetë, si ai që është i verbër? Vetëm njerëzit e arsyeshëm që kanë mendje të shëndosh e kuptojnë të vërtetën. Ata janë, të cilët e zbatojnë besën e dhënë Allahut dhe nuk e thyejnë zotimin. Dhe ata që e mbajnë lidhjen për të cilën Allahu ka urdhëruar të mbahet, që friksohen nga Zoti i tyre dhe nga llogaria e rëndë e përgjegjësisë. Edhe ata që patën durim ndaj të këqijave për të fituar kënaqësinë e Zotit të tyre dhe që e falën namazin, dhe nga ajo me çka ne i furnizuam ata kanë dhënë fshehtas e haptas dhe me të mirë e largojnë të keqen. Të tillët kanë përfundim më të mirë. 13, 18, 22. Përfundimi i mirë është xhenetet të Adnit, vende të përjetshme, ku do të hyjnë ata, edhe prindërit, gratë dhe fëmijët e tyre të cilët kanë qenë vepër mirë, ata do t'i vizitojnë engjëjt duke hyrë në secilën derë. U thonë, selamun aleikum, me durimin tuaj gjetet shpëtimin, sa përfundim i lavdishëm është ky vend. 13, 23, 24. Ata që besuan dhe me të përmendur Allahun zemrat e tyre qetësohen, pra ta dini se me të përmendur Allahun zemrat stabilizohen. Ata janë të cilët besuan dhe bën vepra të mira, ata janë të lumtur dhe kanë ardhmëri të mirë. 13, 28, 29. E ata, të cilët besuan dhe bën vepra të mira, me urdhrin e Zotit të tyre u vendosën në xhenete, në pallatet e të cilëve rrjedhin lumenj, ku do të jenë përgjithmonë. Përshëndetja e tyre në të është selam, paqe. A nuk ke kuptuar se si Allahu bëri shembull, fjalën e mirë si pema e mirë që rrënjët e saj janë thellë në tokë, e degët e saj janë lartë. E që me vullnetin e Zotit, ajo e jep frutin e vet në çdo kohë. Allahu pra u parashtron njerëzve shembuj ashtu që ata të mendojnë. 14, 23, 25. E ata, të cilët ju ruajtën mosbesimit dhe punëve të këqija, janë në xhenete e mes burimeve. U thuhet, hyni në to, të shpëtuar prej çdo të keqeje, të siguruar nga vdekja. Ne kemi hequr prej zemrave të tyre çfarëdo urrëtie, e ata në mbështetje qëndrojnë ballë për ballë njëri tjetrit duke qenë të vëllazëruar. Ata aty nuk i godet kur farë lodhje dhe nuk do të nxirren kurrë prej tij. 15, 45, 48. Atyre që patën frikë nga dënimi, Allahu u thuhet, ç'është ajo që shpalli Zoti juaj? Ata thoshin, shpalli çdo të mirë. Ata që bën vepra të mira, edhe në këtë jetë kanë shpërblim të mirë, por shpërblimi i tyre në botën tjetër është shumë më i mirë, e sa vend i mirë është ai të devotshëmve. Është xheneti i Adnit, ku do të hyjnë nën të rrjedhin lumenj, aty kanë çka të dëshirojnë, ashtu i shpërblen Allahu të ruajturit.
të cilëve duke qenë të pastër, engjëjt u marrin shpirtin, duke u thënë: Selamun aleikum, gjetët shpëtimin, hyni në xhenet, për hir të asaj që veprua. 16:30-32 Kush bën vepër të mirë, qoftë mashkull ose femër, e duke qenë besimtar, ne do t'i japim atij një jetë të mirë në këtë botë, e në botën tjetër do t'u japim shpërblimin më të mirë për veprat e tyre. 16:97 E ti robëve të mi thuaju, le ta thonë atë që është më e mira, pse djalli ndërsen mes tyre, e është e ditur se djalli është armik i hapët i njeriu. 17:53 Lexo çka të është shpallur ty nga libri i Zotit tënd. Nuk ka kush që mund t'i ndryshoj fjalët e tij dhe pos ti, nuk mund të gjesh strehim. Përkufizoje veten tënde me ata që lusin Zotin e tyre mëngjes e mbrëmje, e që kanë për qëllim kënaqësinë, razinë e tij. Dhe mos i hiq sytë e tu prej tyre e të kërkosh bukurinë e kësaj bote, dhe mos ju bind atij që ja kemi shmangur zemrën e tij prej përkujtimit ndaj nesh dhe i është dhënë epshit të vet, pse puna e tij ka mbaruar. 18:27-28 E ata që besuan dhe bën vepra të mira, s'ka dyshim se ne nuk i humbim shpërblimin atij që është bamirës. Të tillët e kanë vendin në xhenetin e Adnit, nën të cilin rrjedhin lumenj, e aty stolisen me radh të ardh dore dhe ata veshin rroba të gjelbra prej mëndafshi të hollë e të trash, janë mbështetur aty në shtretër. Sa shpërblim i mrekullueshëm është dhe sa vend i bukur është ai. 18:30-31 S'ka dyshim se ata që besuan dhe bën vepra të mira, vend pritje për ta janë xhenetet e Firdevsit. Aty do të jenë përgjithmonë, e nuk kërkojnë të largohen nga ai, ose të ndryshohet. Thuaj, sikur të ishte deti ngjyrë për t'i shkruar fjalët e Zotit tim, deti, uji i tij, do të shterej para se të përfundojnë fjalët e Zotit tim, e edhe sikur të sillnim shtesë edhe një si ai, deti. Thuaj, unë jam vetëm njeri, sikurse edhe ju, mua më shpallet se vetëm një Zot është Zoti juaj, e kush është që e shpreson takimin e Zotit të vet, le të bëj vepër të mirë, e në adhurimin ndaj Zotit të tij të mos e përziej ask. 18:107-110 Me përjashtim të atij që pendohet dhe beson e bën vepra të mira, të tillët do të hyjnë në xhenet dhe atyre nuk u bëhet kurrë e padrejtë. Ato janë xhenetet e Adnit, që Mëshiruesi u pat premtuar robëve të vet, pa i parë ata, i besuan pa i parë, e premtimi i tij është i kryer. Aty nuk dëgjojnë fjalë boshe, por vetëm përshëndetje. Aty kanë ushqimin e vet të lloj-llojshëm, mëngjes e mbrëmje. Ato janë xhenetet që do t'ua trashëgojmë robëve tanë që ishin të ruajtur. 19:60-63 E Allahu ushton besimin atyre që udhëzuan, e veprat e mira të përjetshme janë shpërblim më i dobishëm të Zotit yt dhe përfundim më i mirë. 19:76 Nuk ka dyshim se ata që besuan dhe bën vepra të mira, atyre i gjithëmëshirshmi do t'u krijoj në zemrat e tyre dashuri. 19:96
I shkoni e I thuani atij, Faraonit, ne jemi që të dy të dërguar të Zotit tënd, lëshoj beni Israelit të vinë me ne, e mos I mundo. Ne të kemi ardhur me argumente nga Zoti yt, e shpëtimi është për atë që ndjek rrugën e drejtë. 20:27. Ndërsa ai që I paraqitet atij besimtar e që ka bërë vepra të mira, të tillët I presin merita të larta. Do ta presin xhenetet të Adnit, nëpër të cilët rrjedhin lumenj dhe aty do të jenë për jetë. Ky është shpërblimi I atij që është pastruar nga mosbesimi. 20:75-76. Kush është besimtar dhe bën vepra të mira, ai nuk I friksohet ndonjë padrejtësie e as ndonjë mungese në shpërblim. 20:112. E ata thanë, I gjithëmëshirshmi ka fëmijë. Larg saj qoftë madhëria e tij. Ja, ata janë robër të ndershëm, që nuk flasin para tij, ata veprojnë me urdhrin e tij. Ai, Allahu, e di çka vepruan më parë dhe çka do të veprojnë, dhe ata nuk përpiqen të ndihmojnë pos për atë me të cilin është I kënaqur ai, e ata nga frika prej tij janë të kujdesshëm. 21, 26, 28. Ne I patëm dhënë Musait e Harunit furkanin, dalluesin mes të vërtetës e të kotës, të vratin që ishte dritë e këshill për të devotshmit, të cilët ja kanë frikën Zotit të tyre edhe pse nuk e shohin dhe ata të cilët ja kanë dronë kiametit. 21, 48, 49. E kush bën ndonjë vepër të mirë dhe është besimtar, mundi I tij nuk I mohohet, pse ne I shënojmë ato. 21, 94. E atyre të cilëve u priu e mbara nga ana jon, do të jenë larg tij xhehenemit. Ata nuk do ta dëgjojnë as zhurmën e tij, dhe ata do të jenë përgjithmonë të kënaqur me atë që e dëshirojnë vetë. Ata nuk do t'i shqetësoj ajo frika e madhe, e fryrjes së surit, dhe do t'i presin engjëjt, duke I uruar, kjo është dita juaj që ju premtoj. Përkujto atë ditë kur ne e palojmë qiellin sikurse palimi I fletëve në libër. Ashtu si kundër e kemi filluar krijimin tuaj e rikthejmë. Ky është obligim yni, e ne e bëjmë këtë. Ne e kemi shënuar në Zebur, në librat e shenjtë, pas shënimit në Levi Mahfudh, se me të vërtet tokën do ta trashëgojnë robët e mi të mirë. Në këtë që u përmend, ka mjaft për një popull të dëgjueshëm. 21, 101, 106. Ata të cilët besuan dhe bën vepra të mira, Allahu do t'i vejë në xhenete, nën të cilët rrjedhin lumej. S'ka dyshim, Allahu punon atë që dëshiron. 22:14. E ata që besuan dhe bën vepra të mira, Allahu I vendos në xhenete, nëpër të cilin rrjedhin lumenj, aty stolisen ata me radh të artë e me xhevahir, e petkat e tyre janë të mëndafshta. Dhe ata janë që udhëzuan me fjalët më të mira dhe udhëzuan në rrugën e lavdishme. 22, 23, 24.
të cilët, kur përmendet Allahu, u dridhen zemrat e tyre, të cilët janë të durueshëm ndaj asaj që i godet, të cilët rregullisht e falin namazin dhe të cilët japin për qëllime të dobishme nga ajo me çka i furnizuam ne. 22:35 E ata që besuan dhe që bën vepra të mira, do të kenë falje të mëkateve, furnizim të begatshëm në xhenet. 22:50 Atë ditë i tërë sundimi i takon vetëm Allahut, ai gjykon mes tyre, e sa u përket atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë kënaqësitë e tyre në xhenete. 22:56 Është e sigurt se kanë shpëtuar besimtarët. Ata të cilët janë të përulur dhe të kujdesshëm gjatë faljes së namazit. Ata të cilët i shmangen të kotës, fjalë a punë. Dhe ata të cilët rregullisht e japin zeqatin. Dhe ata të cilët e ruajnë nderin e vetë sa i përket jetës intime. Me përjashtim ndaj grave të veta, me kuror dhe ndaj atyre robëreshave që i kanë në pronësinë e vetë, për të cilat nuk janë të qortuar. E kush kërkon për te tyre dëfrim nga të ndaluarat, të tillët janë ata që kanë shkel normat e caktuara. Dhe ata të cilët me kujdes i ruajnë ato që u janë besuar, sende ose fjalë, e ruajnë edhe premtimin e dhënë. Dhe ata të cilët i kushtojnë kujdes kohës së namazit të tyre. Të tillët janë ata trashëgimtarët, të cilët e trashëgojnë Firdevsin dhe aty ata janë përgjithmonë. 23:11 Vërtet, ata të cilët ndaj madhërisë së Zotit të tyre kanë frikë. Ata të cilët u besojnë argumenteve të Zotit të vetë. Dhe ata të cilët nuk i përshkruajnë shok Zotit të vetë. Dhe ata të cilët japin sadaka zeqat nga ajo që u është dhënë, pse dinë se do të kthehen te Zoti i tyre, andaj zemrat e tyre i kanë të frikësuara. Të tillët janë duke nxituar drejt të mirave dhe të parët do t'i arrijnë ato. 23, 57, 61 Ti të keqen kthe me më të mirën. Ne e dim më së miri atë që shpifin ata. 23, 96 E kujt i peshojnë më rënd peshojat, veprat e mira, ata janë të shpëtuarit. 23, 102 Të ndershmit dhe të pasurit nga ju, të mos betohen se nuk do t'u japin të afërmve, të varfërve dhe atyre që për hir të Allahut lanë vendlindjet e tyre, po le t'ua falin gabimin dhe mos t'ua zënë për të madhe. A nuk dëshironi që Allahu t'u fal ju? Allahu fal dhe mëshiron shumë. 24, 22 O ju që besuat, mos hyni në shtëpi të huaja pa kërkuar leje dhe pa përshëndetur njerëzit e saj. Kjo është më mirë për ju në mënyrë që të merrni mësim. Po nëse nuk gjeni aty asnjë, atëherë mos hyni në to derisa t'u jepet leje, e nëse u thuhet kthehuni, ju pra kthenu. Kjo është më e ndershme për ju. Allahu di çdo gjë që veproni ju. Nuk është për ju ndonjë mëkat, nëse hyni në shtëpi të pabanuara, e që në to keni ndonjë përfitim. Allahu e di atë që e shfaqni haptas dhe atë që e mbani fshehtë. 24, 27,
29. Ata janë njerëz që nuk i pengon as tregtia e largët e as shitblerja në vend për ta përmendur Allahun, për ta falur namazin dhe për ta dhënë zeqatin. Ata i friksohen një dite kur do të tronditen zemrat dhe shikimet. Ata i luten që Allahu t'i shpërblej më së miri për atë që punuan dhe për t'u ashtuar të mirat nga ai. Allahu e dhuron pa mas atë që do. 24, 37, 38. Kur thirren besimtarët për gjykim ndërmjet tyre te Allahu dhe te i dërguari i tij, e vetmja fjalë e tyre është të thonë: dëgjuam dhe respektuam. Të tillët janë ata të shpëtuarit. Kush respekton Allahun dhe të dërguarin e tij, ja ka frikën Allahut dhe i përmbahet udhëzimit të tij. Të tillët janë ata që do të arrijnë atë që dëshirojnë. 24, 51, 52. Atyre nga mesi juaj të cilët besuan dhe bën vepra të mira, Allahu u premtoi se do t'i bëj zotërues në atë tokë, ashtu si i pat bërë zotërues ata që ishin para tyre, dhe fen të cilën ai e pëlqeu për ta, do ta forcojë. E në vend të frikës, ai do t'ju dhuroj siguri. Ata më adhurojnë mua e nuk më shoqërojnë asgjë. E kush edhe pas kësaj mohon, të tillët janë ata më të prishurit. 24, 55. Besimtar janë vetëm ata që i besuan Allahut dhe të dërguarit të tij, dhe kur janë me të dërguarin për ndonjë çështje të përbashkët, të rëndësishme, nuk largohen pa i kërkuar leje atij. S'ka dyshim se ata që kërkojnë leje prej teje, ata i besojnë Allahut dhe të dërguarit të tij. E kur të kërkojnë leje për ndonjë punë të tyre, lejo këtë duash, e kërkoj falje Allahut për ata, se vërtet Allahu fal shumë dhe është mëshirues. 24, 62. E robërit e Zotit janë ata që ecin në për tokë të qetë, e kur atyre me fjalë u drejtohen ignorantët, ata thonë: paqe. Dhe që për hir të Zotit të tyre natën e kalojnë duke i bërë sejdë dhe duke qëndruar në këmbë, falen. Edhe ata që thonë: Zoti ynë, largoje prej nesh vuajtjen e xhehenemit, e s'ka dyshim se vuajtja në të është gjëja më e rëndë. Ai, vërtet është vendqëndrim dhe vendbanim i keq. Edhe ata që kur shpenzojnë nuk e teprojnë e as nuk janë dorështrënguar, por mbajnë mesataren e janë të matur. Edhe ata që pos Allahut nuk lusin zot tjetër dhe nuk mbysin njeriun që e ka ndaluar Allahu, por vetëm kur e meriton në bazë të drejtësisë, dhe që nuk bëjnë kurvëri, ndërsa kush i punon këto, ai gjen dëshkimin. Atij i dyfishohet dënimi ditën e Kiametit dhe aty mbetet i përbuzur për gjithmonë. 25, 63, 69. Përveç atij që është penduar dhe ka bërë vepër të mirë, të tillëve Allahu të këqijat u ashndëron në të mira. Allahu është mëshirues, ndaj ai fal shumë. Ai që është penduar dhe ka bërë mirë, në të vërtetë, ai është kthyer tek Allahu dhe është i pranishëm. Robërit e Zotit janë edhe ata që nuk dëshmojnë rrejshëm dhe kur, rastësisht, kalojnë pranë të keqes, kalojnë duke e ruajtur karakterin e vet. Edhe ata që kur këshillohen me ajetet e Kuranit të Zotit të tyre, nuk u kthejnë shpinën si të shurdhët e të verbër. Edhe ata që thonë: Zoti ynë na bën që të jemi të gëzuar me,
punën e grave tona dhe pasardhësve tanë, e neve na bën shembull për të devotshmi. 25, 70, 74. Për shkak se duruan, të tillët shpërblehen me një shkallë të lartë, xhenet, dhe aty priten me përshëndetje të selamit. Aty janë përgjithmonë, e sa vendqëndrim dhe vendbanim i mirë është ai. Thuaj, Zoti im as nuk do të kujdesej për ju, sikur të mos ishte lutja juaj, kur gjendeni në vështirësi, ose sikur të mos ishit të thirrur të besoni, e ju përgënjeshtruat, andaj dënimi do t'ju jetë i pandërprerë. 25, 75, 77. Me përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që e përmendën shumë Allahun dhe që u mbrojtën pasi që atyre ju bë e padrejtë. E ata që bën zullum do ta kuptojnë se ç'përfundimi i shkojnë, ç'dënim të ashpër ose ç'vendi në xhehenem do t'i nënshtrohen. 26, 227. Ne i shpëtuam ata që besuan dhe që ishin të matur duke ju shmangur mëkatit. 27, 53. A është ai, të cilit ne i kemi premtuar një premtim të mirë për xhenet, sikurse ai të cilit i kemi dhënë kënaqësi të kësaj jete, kurse në ditën e Kiametit ai do të jetë prej të dënuarve? 28, 61. Kush sjell me vete punë të mirë, atij do t'i takojë shpërblimi edhe më i madh, ndërsa ai që paraqitet me punë të këqija, do t'i jepet dënim vetëm aq sa e ka merituar. 28, 84. E kush shpreson takimin, shpërblimin e Allahut, s'ka dyshim se afati i Allahut do të vijë patjetër, e ai është dëgjuesi i dijshmi. E kush lufton, përpiqet për të mirë, ai bën luftë për vete, se Allahu vërtet nuk ka nevojë për askë në tërë botën. Po ata që besuan dhe bën vepra të mira, ne me siguri do t'u shlyejmë të këqijat e do t'i shpërblejmë më së miri për atë që vepruan. 29, 5, 7. E ata që besuan e bën vepra të mira, ata do t'i radhisim ndër më të mirët. 29, 9. O robët e mi që besuat, toka ime është e gjerë, pra vetëm mua më adhuroni. Secili njeri do ta shijojë vdekjen, e pastaj do të ktheheni te ne. E ata që besuan dhe bën vepra të mira, atyre do t'u bëjmë vend të lartë në xhenet në të cilin rrjedhin lumenj, aty janë përgjithmonë, sa i mirë është shpërblimi për atë që vepruan. Të cilët bën durim dhe vetëm Zotit të tyre ju mbështetën. 29, 56, 59. E ata, të cilët besuan dhe bën vepra të mira, ata do të jenë të gëzuar në një kopsht të xhenetit. 30, 15. Ti përmbaju fuqimisht fesë së drejtë, para se të vijë dita që nuk ka kthim, pse prej Allahut është caktuar, atë ditë ata, njerëzit, ndahen. Kush nuk besoi, barën e mosbesimit të vet e ka kundër vetes, e kush bëri punë të mirë, ata vetvetes i përgatitën vendin, xhenetin. Që t'i shpërblej ai, Allahu, nga të mirat e veta, ata që besuan dhe bën vepra të mira, vërtet, ai nuk i do jo besimtarët. 30, 43, 45.
e ata që besuan dhe bën vepra të mira, për ata janë xhenetet e begatshme, që në to janë përgjithmonë. Premtimi i Allahut i prerë, e ai është i gjithfuqishmi, i urti. 31:8-9. E kush ja dorëzon veten Allahut duke qenë edhe punë mirë, ai është kapur për lidhjen më të sigurt dhe vetëm tek Allahu është përfundimi i çështjeve. 31:22. Argumentet tona i besojnë në të vërtetë ata që kur këshillohen me to, bien në fytyra, bëjnë sejdë, që madhërojnë Zotin e tyre në shenjë falënderimi dhe ata nuk bëjnë kryelartësi. I heqin trupat e tyre prej dyshekve, duke e lutur Zotin e tyre nga frika dhe nga shpresa dhe nga ajo që ne ua kemi dhënë, pasuria atyre ata japin. Pra, për ata që kanë vepruar, nuk di askush për atë kënaqësi të zemrës e shpirtit që u është caktuar atyre si shpërblim. A mos është ai që ishte besimtar, sikurse ai që ishte jashtë rrugës? Jo. Këta nuk janë të barabartë. Për sa u përket atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata, për hir të veprave që i bën, vendpritje e kanë xhenetin. 32:15-19. E kur muslimanët e pan ushtrinë aleate, thanë, kjo është ajo që Allahu dhe i dërguari i tij na premtuan neve, e Allahu dhe i dërguari i tij e thanë të vërtetën. Ajo, ushtria e armikut që e pan, vetëm u ashtoi atyre besimin dhe mbështetjen. Prej besimtarve kishte burra që vërtetuan besën e dhënë Allahut, e disa prej tyre e realizuan premtimin duke dhënë jetën, dhe ka prej tyre që janë duke pritur ta zbatojnë, dhe ashtu nuk bën kurfar ndryshimi. 33:22-23. O ju që besuat, përkujtoni Allahun sa më shpesh, dhe madhërojeni atë mëngjes e mbrëmje. Ai ju mëshiron juve edhe engjëjt e tij, e për t'ju nxjerrë juve prej errësirave në dritë, dhe ai ndaj besimtarve është shumë mëshirues. Ditën që e takojnë atë Zotin, përshëndetja e tyre është selam, paqe, dhe për ta ka përgatitur shpërblim të mirë. 33:41-44. O ju që besuat, mos hyni në shtëpitë e pejgamberit ndryshe vetëm nëse u lejohet për ndonjë ngrënie e duke mos pritur përgatitjen e saj, por kur të thirreni, atëherë hyni, e kur të jeni ushqyer, atëherë shpërndahuni. Duke mos hyrë në bisedë me njëri tjetrin, vërtet këto, pritja, qëndrimi, biseda, e mundojnë pejgamberin, por ai turpërohet prej jush. Allahu nuk i turpërohet realitetit. E kur kërkoni prej tyre, grave të pejgamberit, ndonjë send, atë kërkojeni pas perdes, kjo është më pastër për zemrat tuaja dhe të tyre. Juve nuk u takon ta mundoni të dërguarin e Allahut, e as të martoheni kur me gratë e tij pas vdekjes së tij. Këto janë tek Allahu mëkat i madh. E shprehet ju haptazi ose fshehtazi ndonjë send, s'ka dyshim se Allahu çdo send e di. 33:53-54. O ju që keni besuar, mos u bëni si ata që e ofenduan Musajn, e Allahu e pastroi atë nga ajo që i thanë. Ai tek Allahu ishte me famë. O ju besimtar, pëmbajuni mësimeve të Allahut dhe thuani fjalë të drejta.
Ai, Allahu, ju mundson të bëni vepra të mira, ju shlyen juve mëkatet tuaja, e kush respekton Allahun dhe të dërguarin e tij, ai ka arritur një sukses të madh. 33, 69, 71. Ata që lexojnë librin e Allahut, e falin namazin dhe nga begatit që ne u kemi dhënë japin fshehtazi e haptazi, ata e shpresojnë në një fitim që kur nuk humbet. Që ai, Allahu, do t'ju plotësoj shpërblimin e tyre, e edhe do t'ju shtoj nga mirësia e tij, vërtet ai është mëkatfalës dhe shumë mirënjohës. Dhe ajo që ne të shpallëm ty nga libri, është e vërtet e saktë, që vërteton edhe për ata që ishin para tij. Vërtet, Allahu është hollësisht i njohur ndaj robërve të vet, i sheh të gjitha. Pastaj ne u lam në trashëgim librin robërve tanë që ne i kemi zgjedhur, e prej tyre ka që janë dëmtues të vetvetes, ka që janë mesatar, e ka prej tyre që janë me ndihmën e Allahut të parët në punë të mira, e kjo është ajo mirësia e madhe. 35, 29, 32. Xhenetet e Adnit janë që do të hynë në to, aty do të stolisen me rrethorza nga ari e margaritari, e petkat e tyre janë të mëndafshta. E ata thonë, falënderuar qoftë Allahu që largoi prej nesh brengat, vërtet, Zoti ynë është që fal shumë dhe është bamirës. I cili nga mirësia e tij na vendosi në vendin e përjetshëm, ku nuk do të na prek ndonjë mundim fizik dhe ku nuk na prek ndonjë molisje. 35, 33, 35. Ti ja tërheq vërejtjen vetëm atij që e përvetëson Kuranin dhe i friksohet mëshiruesit edhe kur është vetëm, i papashëm prej njerëzve, pra jepi myshte atij për falje dhe shpërblim të mirë. 36, 11. Dhe nuk ndëshkoheni për tjetër, përveç për atë që vepruat. Me përjashtim të robërve të Allahut që ishin të sinqertë. Të tillët janë ata që kanë furnizim të dalluar. Pemë të lloj-llojshme, ata janë të nderuar. Në xhenete të begatshme, të mbështetur në koltuk me fytyrë nga njëri tjetri. Atyre u bëhet shërbim me gota, me verë nga burimi. E bardhë vera që ka shije për ata që e pinë. Prej asaj nuk ka dhembje koke, e as që ata do të dehen nga ajo. 37, 39, 47.